pasport do është të mund të lidhë aty se Pritaranin, kush e ka shkatruar LDK-n. Vjosa asnjëherë nuk ka qenë kryetari i LDK-s. Isa Mustafa ka qenë kryetari i LDK-s. Nuk mundesh ti me akuzu dikën pse ka e ka shkatruar partinë. Kjo është njësoj sikur tash me nëse LDK den rezultate më dobta me akuzu për parimramën që për parimramën shkatroi LDK-n. Jo, nëse tani bjen rezultate i LDK-s për LDK-n për shkatron Lumira Abdigjiku, jo për parimrama, që u Nëse ai se ka pas përgjegjësinë, nuk u kanë zgjedhur kryetari i LDK-s për parimrama, Lumira Abdigjiku ka përgjegjësinë pse ka bë një njeri kryetar komune i cili nuk u kon lojal partisë ti, është gabim i ti. Edhe ai, nëse kjo shprehet me vot, ai duhet me pagu faturën, ai duhet mu akuzu për LDK-s pse ka ndodhur kjo sen. Edhe, këto nuk mundesh tash Vjosa Osmanin, kur u tërheq për LDK-s, Isa Mustafa ka qitë 87 në listë atje, edhe me thonë që e shkatroi Vjosa pse iku për LDK-s. Din që asnjëherë po më dojnë nuk e kumbrojt Vjosën, po më dojnë si presidente që ka po, që s'ka, po më dojnë se s'mendoj që ka po punë të mirë, por nuk mundesh ti me akuzu njerin për diçka që ajo nuk ka kontribu. Nuk mundesh me thonë që e ka shkatruar LDK-n. LDK-n e ka pru në përqindje tullt Isa Mustafa. Prandaj edhe ka dhonë dorëheqje më në fund për shkakun që e ka sjell në ato rezultate të cilat e ka sjell. Kurse përket kësajna që u tha për Feridë Rushitin, Feridja ka pas një keshkuptim aty se ajo ka thonë a ke pas për kraje, pyetja ka qenë pej ambasadëve. Ajo si drejtoreshe një organizate të shoqërisë civile ka marrë për krahje të vazhdueshme pej ambasadës britanike dhe ambasadës amerikane. Dhe pej ambasadëve tjera. Së me thonë ka marrë miliona. Ajo është për krahje. Së me kanë dhonë mu. Së me kanë dhonë asone, e kanë dhonë dikuj. A tash, kur ju është bo pyetja ambasadës britanike dhe ambasadës amerikane, ju ka bo pyetja, a e keni për krahje për presidente. A natyrisht që ambasadat janë distancu, kanë thonë, nas jemi përzi në punën e presidentit. Është çështje e deputetëve, liderëve politikë se kanë zgjedhën president. Kështu që kjo është gjithaj keqkuptimi. Nuk duhet, domethënë, nuk nga tru kjo më akuzu, nuk do të më akuzu që ka rajtë, sepse unë e di... Ka përfshin politik, do të më pranu dhe kritika. Mira, o ka hynë politik. U bë vegel e zëtrit Kurti e ka djek vetën me një hipotezë. Përfundon në si unë. Ka hynë me një gorë që ka qenë antikushtetuese, o profesor. Ka hynë me një gorë që ka qenë antikushtetuese, e ka ditë që s'ko përë. Që provon ti me e shkel kushtetutën me dy kamë, se kandidatë e lejen më përdor. Jo ajo po partia soj, me cilën ka preferuar. Nuk është partia, Feride. Nuk është pjesë e vendosjes së ajo ka bashkëpunuar. Armas kujdes çapo fol. Nuk është me lëshu deklarata kështu. Nuk është pjesë e vendosjes Feride Rushitit. Mund të thonë. E mas miri ka bashkëpunuar me Hashim Thoqin. Respekt. Sakt. Mas miri ka bashkëpunuar me Hashim Thoqin. Ajo nuk ka pas një pjesëtar, një kandidat. Nuk ka mujtë me thy kushtetutën. Kushtetutën mund me thy parlamenti, presidenti. Parlamenti? S'kena avokat. Unë si s'mund na mujtë me shkel ligjit. Kushtetutën s'mujtë me shkel, unë në ora. 30 sekunda ta Ja, Armen. 30 sekunda. Shperti ka 30 sekunda. Dëgjë, pjesa ku muj... Ju jeni të e thotë kundër në asoj që ta shën. Në pjesën ku muj me u pajtu... Armand, jeti tash me bo monolog. Kludna se veç me ndihme u shkut krejt.